Edicioni i dytë ka risi, sidomos në disiplina të reja, ku përfshihen instrumentet frymore, flaut, klarinet, trompet, dhe po ashtu është përfshi edhe disiplinë e re, perkusion dhe drums, ku për Mitrovicën është e re, sepse në shkollën e muzikës nuk e kemi këtë instrument, kështu që kam dashur me sjell si frymë që të ndikoj edhe në këtë aspekt. Shumë mirë, po ndihem se kera parë është që kam qenë fitues në finale. Normalisht që është ndjenjë shumë e mirë, spari që kisha ndenin të isha pjesë e një gare të tillë me një juri profesionale të gare organizume nga Saranda Kutlovci. Është ndjenjë e mirë dhe na motivon shumë neve si instrumentista. Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë pasi që normalisht të fitosh tregon që puna është për bledh dhe edhe atë vit kam punuar shumë dhe jam shumë e gëzuar që më është përblyer sa më mirë. Transport, e cila përmes përkushtim, koreksi dhe përgjithësinë ndaj klientëve dhe komunitetit. Faleminderit shumë. Shpresoj që vazhdojmë.